Nashta heq sen nuk di për futbol. Po ky plaku kur s'ka dit me lu. Edhen? Por pas një gole që e pa dhon makaze, që i thujna gërshër me Suedin. Atëhere, ta ndëgjojmë qët video, pas ta i kom do fjall për këtë pitë. You want to see something crazy? Who do you think is winning the World Cup? Portugal. Ronaldo winning the World Cup. Watch you win. Watch you win. Watch Ronaldo win. I promise you. I promise you he gonna win. E di këtu është e mirat që Ronaldo është shumë hopa para këtinaj edhe qitinaj që të nga. Sepse kë është jako i noti Ronaldos tepër në mosë edhen. Po kë tjetëri është që kur ja pat nis karrierës Ronaldo në ekipën më të fortë që u konë atëherë Manchester United, kë i pari u pat kop. Edhen? Një djalush të ri që ja pat nis me luë futbol. E prandaj a i show speed ja u kallzoj vendin. Si vjet me emër të Allahut ka me fitue Ronaldo kupën e botës, sepse në vitin 2022 FIFA ja dhuroi femrës tyre Lionel Messi kupën e botës. Ton e dina, por shumica e fonsa nuk dojnë me pranu realitet, sepse në shumicën e lojve u bëjshin ka një penal. Por e dini një fakt që jo fonsat e Pesit nuk e pranoni këtë realitet. Po këti është Messi ose Pesi i shënoj 7 gola gjatë ati botërurit, të cilat 4 ishin nga penaltia dhe 3 kështu normal që i ka dho. Kjo është realiteti